Është më shumë se sa vetëm një fotografe. Ajo e jeton dhe ndjen artin e fotografisë në çdo detaj. Dashuria e Donika Maqit për këtë profesion nuk është e rastësishme, pasi është një pasion i trashëguar brez pas brezi. Babai i saj, vetë një fotograf, ja ka përcjell Donikës dashurinë për imazhin, dritën dhe emocionin që mund të përjetësohet përmes aparatit. Me kalimin e viteve, Donika ka gjetur rrugën e saj të veçantë brenda këtij arti, duke u profilizuar si fotografe e bebeve dhe grave shtatzëna. Unë kam filluar që 8 vite me punu si fotografe, realisht e kom trashëgu prej prindve, ma saktësisht prej babit tim, sepse ai që një kohë gjatë punon si fotograf, mandej e kom pa të punu me tritur edhe me dvegjel, e kom pa që e gjej vetën të punu me foshnja edhe me maternitet. Në një profesion që shpesh shihet si botë burrash, Donika ka luftuar me guxim stereotipet dhe ka dëshmuar se pasioni, talenti dhe përkushtimi nuk kanë gjini. Realisht, jo vetëm unë, po se cilës femër ja kisha përcjell si mesazh që çka do që e don edhe ki pasion për ta, duhet me ndjek gjithmonë. Nuk ka qenë e lehtë, e sidomos me bebat për sa lindura, është shumë vështirë me punu, sepse e dim që çdo punë ka shumë përgjegjësi, mirë po me punu me foshnja, me bebat për sa lindura, është mjaft vështirë dhe mjaft përgjegjësi. Realisht unë kom hinë treg me një vetbesim tepër të madh, se e kom kriju një stil temin që ndoshta nuk mundesh me gjetë ende në Kosovë, edhe nashtja dhe që ajo më ka bo ma unike, ma të veçantë. Donika thekson se mbështetja familjes është forca e saj më e madhe dhe përballë saj paragjykimet nuk kanë vend. Fillimisht, muj me cek që kur e fillon një lami tre, një pun tre, qka do qofta jo, ka shumë rëndësi me pas përkrojnë e mbështetjen e familjes. Dhe realisht, unë e kom pas ato prej fillimit, po mandej jam surprizu se edhe njerëzit jashtë për rreth më kanë mbështet tepër shumë. Edhe kanë përkra qëtë stel, qëtë artë që unë e kom kriju prej fillimit. Jo vetëm si fotografe, për çka do që dëshirojnë, nëse dojnë një gjë dhe kanë pasion për të, pa tjetër që mos mundal edhe me arrit. Sepse unë, kur kam fillu me fotografi, kam qenë shumë e re, mirë po sot jam e profilizuar edhe besoj që e kom arrit me një shkollë le të theme që ndoshta kur kam qenë më e re, nuk është që e kisha besu, mirë po me mund edhe me punë e kom arrit. Të punuarit me bebe i shkon më së miri natyrës së butë dhe të ndjeshme të Donikës. Nuk besoj që ka ndonjë person që mundet mos me i dasht bebat, fëmijën përgjithësi, po edhe kom qenë gjithmonë si natyrë e qetë, edhe kom thonë pse jo. Fillimisht kom thonë po du me provu, me hy me punu me beba, po para se me fillu kom dash me kry trajnime edhe mu profilizu për qëtë punë. Ajo përshkrua një ditë të saj mes përgatitjeve, fotosesioneve dhe momenteve të ngrohta me bebet. Zakonisht, kur kam fotosesione, përgatitem disa ditë përpara, po kështu parimi jam i parë, është kur unë e di që kam fotosesione të nesërmen apo pas disa ditëve, gjithmonë si rregull që e kam tekon, është që fillimisht me i përgatit prindrit, sidomos nonat e reja që e kanë fëmijën e parë, që kur të vinë tekon me na gju stresin, mos me pas stres, mos me pas emocione, dhe gjithmonë ndihen të hapur me pyet me bashkëpunu me mu. Menoj që veçanta tekon është edhe vetën si person, po edhe gjërat që i posedoj, aksesorët, veshjet, skenografi. Donika kujton me emocion çastet unike që vetëm puna me bebe mund t'i dhuroj. Kam pas disa raste, jo ashtu shumë, s'mund të them, por e kam një rast që më kujtohet vitin e kalun, e kam pas një nanë që pas disa viteve është bërë nën për herë të parë, edhe mandej kur ka ardhur unë i kom pa emocionet që jam përcjell gjatë tërë kohës të ajo, so që edhe unë vetë tërë ditën do me thonë e kom mendu edhe jo me emocionu edhe unë se çfarë ndjesi e mirë është kur sheh nona të reja, pas disa kohë edhe kur te po ja krijon kujtime që kanë mi përcjell tërë kohën apo tërë jetën theme. Ajo është ndjenja më e mirë.
Ajo ofron fotosesione të dizajnuara për moshat e ndryshme duke dalluar qartë se cilën kategori. Kur bohen fotosesionet, kur dëshirojnë me rezervu, fillimisht gjithmonë i pës për moshën që kanë, apo sa det, apo sa javë kanë, edhe mandej e pregadis skenografin. E mira është që gjithmonë, në bazë të pakës, gjithmonë e bëj edhe një skenografi shtesë, nda se fëmija e shoh që nuk është komod në atë pus, e kemi gjithmonë një skenografi tjetër shtesë. Po veç fakti që e don punën që e bën, pa tjetër që inspirosh çdo det me sjell diçka të re. Unë menoj që kur ki pasion edhe dashuri për punën që e bën, të vetë ki me hullumtu të në kohën edhe ki me mendu që ka me bo nesër diçka të re. Shpesher, ajo merr mbi supe edhe rolin e nënës përveç përgjegjësive profesionale. Përveç veshjes, aksesorëve, unë menoj që një fotografe nuk duhet të jetë vetëm fotografe, e shpesher e luan, për shembull këtë rast tonë, shpesher e luaj rolin e nënës, të edukatorës, të mësuesës, se nuk është një punë e lehtë, është punë mjaft me vështirësi, saqë ndonjëherë edhe pse nuk jam nën ende, duket që kom arrit aq shumë përvojë, sepse tu pas fëmijë ndryshëm çdo ditë, më duket që më shumë kam ndonjëherë përvojën se sa një nën e re që sapo e ka marrë epitetin nën. Ajo synon që në të ardhmen të organizoj punëtori dhe trajnime profesionale në Evropë. Prej janari 2026 kemi me fillu me workshops në Evropë me një fotografe shumë të famshme, edhe mandej të njëjtën kohë kemi me pas mundësi edhe me realizu fotosesione për persona cilët nuk janë në Kosovë, po janë në Evropë. Donika dërgon një mesazh të veçantë për nënat. Këshilla ime vetme është për gjitha nonat e reja, edhe nonat që janë edhe kanë dëshirë me bo fotosesione, mos hezitoni sepse është një pjesë që ju mbart kujtime gjatë tërë jetës edhe ja vlen. Së bashku me nënën e saj, ato sjellin një kombinim të ndjeshmërisë femrore, për kushtimit familjar dhe dashurisë për artin.